njëjtën presim 35-36 gradë, 37 të premten dhe java dhe fillimi javës tjetër, paktën deri nga dita e mërkurë, do të jetë në ndikimin e një moti mjaft të nxehtë, ku do t'i afrohemi vlerës 39 gradë, mund të ketë zonat izoluara që t'i afrohen edhe termometri 40 gradë. Megjithatë, qytetet ose qarqet me temperatura me vlerat më të larta do jenë Shkodra, në radhë të parë Berati, më pas vjen Elbasani, Gjirokastra, Tirana gjithashtu, dhe presim që gjithë urtësira perëndimore, të paktën sidomos nga fundjava, nga e shtuna dhe deri të mërkurën e javës tjetër, të jetë me temperatura shumë të larta. Duke qenë se gjatë gjithë këtyre ditëve, moti nuk është totalisht i thatë, pra kemi lagështirë prezente në ajër, rreshje ka gjatë gjithë kohës në zonat malore dhe lagështira do të bëjë që ne ta ndjejmë të nxehtin akoma më shumë. Presim nga mesi javës tjetër të ketë një freskim të motit dhe rënje të temperaturave ose më saktë normalizim të tyreve për rreth 2 apo 3 ditë.